Bordi i Transparencës ka miratuar çmime të reja për shitje me pakicë të karburanteve në Shqipëri, duke sjellë një tjetër rritje në tregun vendas të hidrokarbureve. Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e datës 13 maj, çmimi i naftës është caktuar në jo më shumë se 201 lekë për litër, duke shënuar një rritje prej 4 lekësh krahasuar me vendimin e mëparshëm. Ndërkohë, çmimi i benzinës është vendosur në 187 lekë për litër, me një rritje prej 5 lekësh. Përveç tregtimit me pakicë, janë përcaktuar edhe çmimet e shitjes me shumë ku nafta do tregtohet jo më shumë se 189 lekë për litër, ndërsa benzina jo më shumë se 175 lekë për litër. Vendimi hyn në fuqi sot në orën 18 dhe do të mbetet i zbatueshëm deri në mbledhjen e radhës së Bordit të Transparencës, ku pritet të rishikohet sërish lëvizjet e çmimeve në varësi të tregut. Autoritetet kanë tërhiqur vëmendjen e të gjitha operatorëve të tregut, të shumicës dhe pakicës në respektimin e vendimit, duke paralajmëruar masa ndëshkuese për fshirë pezullimin e aktivitetit në rast të shkeljesh. Në njoftim theksohet gjithashtu se Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministria e Financave dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë janë të angazhuar për të mbrojtur interesat e konsumatorëve dhe për të garantuar funksionimin e një tregu të ndershëm dhe konkurrues në sektorin e karburanteve.